Si të erdhi? Dua thjesht kuptoj, thash. Nuk po them as çpate, as me kë e ke, as kush të ka rënë qaf. Dua vetëm të kuptoj, thashëm se ishte shumë ekzibicioniste e gjitha, nuk ishte thjesht. Ishte eufori. Ishte shumë, po. Ishte në delir. Edhe më tha që për të atë që është, unë kam akumulu shumë këto ditë nga mirë, tha. Dhe gjeta një moment, tha, që më erdhi spontanisht, instinktivisht të bëja, tha, të bëja të reagim. Dhe unë i them, nëse ti më thua mua, i thashën që ti ke akumuluar, i thash këto nofkat që her pas here ti jep të miri. Pse nuk e reaguar asnjëherë në moment, po e ke lejuar që të bëj batuta të tilla? Se në momentin që ti se lejon diçka, nuk kujtohesh një javë mbrapa. Sepse për më tepër duket sikur ti mezi pret prajnin. Dhe është goditje shumë e ulët në momentin që ti s'ke ndërtuar akoma një karakter brenda në shtëpi. Të presësh kam shumë se nuk du me të ndiku fare. Jo, më thuaj, s'ka gjë. Domethënë, mendimi im është vetëm ky, që të ketë drejtë kur thua pse kjo mungesë koherence, por nga ana tjetër, edhe unë, nëse ti ja thua në sy dikujt ato epitetet, është okej, përsa ku ti ka leju. Në momentin që i thot maskarave kudo, në për ambientin nuk është dhe unë e kam gjuhet, dhe jo me larg se sa të shtonën kur po grimoheshin.